Vlora është kthyer në një qendër arti dhe krimtarie për 3 ditë me radhë. 20 piktorë nga i gjithë Shqipëria janë mbledhur në qytetin bregdetar për koloninë e piktorëve, duke sjellë frymëzim dhe vizione të reja artistike. Aktiviteti mblodhi bashk piktorët e talentuar, mjeshtrat e peizazhit, të cilët realizuan kështu krimtarinë e tyre në qytetin e Vlorës, në koloninë e piktorëve Vlora Art Koloni 2025. Ekspozita u inaugurua gjatë kësaj të premteje në ambientet e jashtme të Pallatit të Kulturës Labria, ndërsa gjithçka pati kujdesin e veçantë të Bashkisë së Vlorës. Aktiviteti u çel nga drejtoresha e Qendrës së Artit dhe Kulturës në Bashkinë e Vlorës, Angela Kaplani, e cila tha se është e lumtur që realizohet ky aktivitet në Vlorë në edicionin e dytë dhe ku mblodhen mjeshtrat më të mëdhenj nga i gjithë Shqipëria të pikturës. Ajo tha se energjia e piktorëve është një energji e pakrahasueshme dhe se Vlora është qyteti që të frymëzon. Jam shumë e lumtur që jeni përsëri sot mbas 29 shtatorit ditës së trashëgimisë kulturore, shumë afër u takuam përsëri bashkë me po të njëjtin energji dhe me po të njëjtën start eventi, siç është kolonia e piktorëve. Kjo është edicioni i dytë i kolonisë së piktorëve dhe unë jam shumë e lumtur që kam mjeshtrat më të mëdhenj të gjithë Shqipërisë këtu, pranë meje. Të ri sa do pak me secilin prej tyre dhe energjinë që ma kanë dhënë dhe emocioni ka qenë i pakrahasueshëm. Vlora nuk është vetëm qyteti i bukur siç e njohim të gjithë, por Vlora është ai qytet që na frymëzon për anën artistike e kulturore të qytetit dhe këtë gjë e dhan më së miri piktorët tanë. Faleminderit që ishin në Vlorë, faleminderit për gjithë peizazhet, gjithë emocionet që më dhuruat. Kuratori i këtij aktiviteti, piktori i njohur Edi Kojani, theksoi se ky aktivitet mblodhi bashk piktorët më të mirë, vlonjat por edhe nga rrethet. Ai tha se kolonia e piktorëve do të vijojë, ndërsa vlerësoi dhe mbështetjen e Bashkisë së Vlorës. Piktorët e mbledhur nga rrethet të ndryshme, së bashku me 5 piktorë vlonjat, për 3 ditë rresht kanë pikturuar direkt në natyrë, duke u shpërndar në gjithë zonat e bukura të Vlorës, ashtu dhe të aseteve të ndryshme të trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Dhe ne shpresojmë që këtë aktivitet ta vazhdojmë, pasi kemi dhe mbështetjen e bashkisë, pa të cilën nuk mund të bëhet, pasi akomodimi i piktorëve natyrisht kërkon kushtet njësit hotelerie të tilla. Ju uroj kolegëve suksese gjithandej. Piktor vlonjat, por edhe të ardhur nga rrethet, folën në mikrofonin e televizionit 6+1 Vlora për emocionet që të përcjell Vlora. Unë kam një lidhje të kahershme me Vlorën. Duhet të përmendet, jem në krye të falës mirënjohjen për organizatorët e këtij eventi të mrekullueshëm, që është në vitin e dytë që e bën bashkia. Unë gjeja te këta te kjo trevë dhe këta njerëz atë që quhet substanca e mikpritjes. Por kjo e harmonizuar me natyrën e mrekullueshme që ka Riviera Shqiptare përgjithësi dhe Vlora, kjo perlë e Shqipërisë. Nga qyteti i Shkodrës, por Vlorën e kemi dëbules. Një nga qytetet më atraktive, jo vetëm për turistat, por për artistat. Dhe ne jemi të dashuruar me peizazhin bregdektar. Vlora të surprizon çdo stin, çdo moment, çdo ditë, çdo javë këtu. Dhe prandaj mora pjesë dhe pikturuam. Edhe për ne, për vetë prezantimin dhe takimin me kolegët, plus dhe këtu kesh mëson në Vlorë. Piktura këtu është famoz, është çfarë them, këtu është një shkollë. Dhe prandaj jo rastësisht Vlora ka nxjerrë shumë piktorë, është klima ndoshta natyra, ngjyra të bëjnë që s'ri do të indiferent ndaj këtij ambienti kaq fantastik. Unë quhem Arben Kristani, piktor nga Durrësi, pavarësisht se kjo është kolonia e dytë e zhvilluar. Vlora ka qenë dhe është një destinacion i preferuar për piktorët për shkak të peizazhit, historisë, të kulturës. Kështu që kjo është edicioni i dytë, por është edhe një mbledhje mes miq edhe prezantim i bukurive të Vlorës dhe i peizazhit shqiptar. Unë jam nga Durrësi, jam pjesëmarrëse në këtë koloni të piktorëve të organizuar nga Bashkia e Vlorës. Jam shumë e kënaqur mbasi punuam, u frymëzuan nga peizazhi i Vlorës, jashtëmas e bukur.
Kolonia e piktorëve vazhdon kështu rrugëtimin e saj në Vlorë në edicionin e dytë, ndërsa 20 artistë të peizazhit plenerist u mblodhën në qytetin bregdetar për të sjellë emocione dhe pamjet më të bukura që qyteti i Vlorës të ofron. Aktiviteti organizuar nga Bashkia e Vlorës, Qendra Kulturore dhe Galeria Arteve.